Mirë, përgjithësi mirë. Mua personalisht, për shkak se zotëroj dhe gjuhën sërbë mirë, më thërrasin shtu kur ka nevojë, me shku Prishtinë ose dikun. Bile bash dje kesh me një me një kamarjer, kesh e pat një ankesë diçka ndaj do polizëve e qumë. Jetojnë komunitetet të ndryshme duke filluar nga shqiptarët, serbët, romët, ashkalinët. Konsideroj që viteve të fundit, sidomos këtyre 10 viteve të fundit apo 15 viteve të fundit, bashkëjetesave që është përmirësu dhe kjo vërehet edhe kur jemi edhe në institucion, por edhe jashtë institucionit brenda në qytetin apo në qendrën e komunës së Graçanisës. Pra kur është interesi i përgjithshëm në pyetje, bëhen bashkë për të mirën e komunitetit në këtë rast apo të atij vendbanimi. Pastaj kemi njëri për restoranteve këtu ku punojnë serbë dhe shqiptar bashkë, ka dhe rom, dhe kjo është një storje suksesi për neve si banor të kësaj komune. Kemi pas edhe iniciativa ku i kemi dërguar të rinj shqiptar, serb dhe rom në kampingje të ndryshme, edhe kanë kalu shumë mirë, janë socializu kështu me zvete, kanë bisedu pra të rinj për të ardhmen, për të komunës, po dhe në përgjithësi të shtetit të Kosovës. Po i përmend 3 raste që kanë ndodhur në vitin, ky organizim ka ndodhur në vitin dikun 2023-2024. Vetë isha edhe unë prezent, i vizitova të rinjt në Prevall kanë qenë, janë organizuar kampingje 2 herë atje, nga 2 net, nëse s'ga bëhet 3 ditë, pastaj edhe ka qenë edhe një organizim përmes hikingut. Të rinjt e kanë mirëpritur këtë, kanë bashkëpunuar sot njën me vetin, ndonse barrierë ka qenë ndoshta gjuha, mirë po prap me gjuhën angleze apo disi janë marrë vesh dhe kanë kaluar momente të mira.